Vora dhe Vllaznia nuk shkuan më shumë se një barazim 0-0 në ndeshjen e javës së 14 të A-Bisnet Superiore, një përballje luajtur në Loro Boriçi sipas marrëveshjes mes dy klubeve. Sfida ofroi ritëm dhe raste të mira, por mungoi finalizimi edhe fal ndërhyrjeve vendimtare të portierëve. Trajneri i Vllaznisë Eti Martini u shpreh se ekipi po kalon një periudhë jo të mirë, të shoqëruar me dëmtime dhe mungesa, por theksoi se këto nuk mund të shërbejnë si justifikim. Ai e cilësoi sfidën e ardhshme ndaj Elbasanit si një mundësi për të rikthyer te fitoria. Është justifikim s'duhet të flas më për mungesat, jemi këta që jemi për momentin. Djemtë duhet qetësohen, duhet lirohen, nuk duhet bëjmë se kanë ullë një gjëra muadhe. Elbasani është një ekip shumë i mirë. Ashtë më të kur lëtë para tifozërisë vetë është edhe më rrezikshme, gjithsesi nuk na hek as pak mendimin që mund të më shkuat edhe me fitu ndeshjen. Nga ana tjetër, tekniku i Vorës Arjan Bellaj u shpreh kënaqur me barazimin në një stadium si Loro Boriçi, ndërsa vuri në dukje se Vllaznia aktuale nuk është ajo e fazës së parë të kampionatit. Kishte më harmoni, kishte më shumë qarkullim, kishte veprime automatike që sot nuk i pash nga Vllaznia. Me këtë rezultat Vllaznia humbet mundësinë për të ngjitur në vendin e parë, duke qëndruar në kuotën e 25 pikëve dhe në vend të dytë, një më pak se kryesuesit e Elbasanit.